është një ëndër kjo, do ta realizoj unë, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirësi, kur unë ti kaloj. Do të jem si një zonë që lartë do fluturoj. Atëherë shkojmë direkt në Bruksel, pasi u kritikua nga presidenti SBA-ve për apati të plot në konfliktet në lindjen e mesme, Europa merr një tjetër goditje Rutizmo. Pas ditën e djeshme u ka mbërritur një draft raport nga Shqipëria. Në të thuhet se Shqipëria nuk pranon integrimin e BE-s brenda Shqipërisë pa plotësuar më parë kushtet rigoroze. Mësohet se ky raport është dakordsuar mes dy liderëve që drejtojnë me sukses kompaninë e përbashkët politike Ed Sal Piklal. SHPK. Në deklaratë thuhet: ndjekim me shqetësim mungesën e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Bashkimin Evropian. Plotësoni kriteret ekonomike dhe mbi të gjitha ndryshoni ligjin duke mos e cilësuar më korrupsionin si vepër penale. Se na e shpifët. Po ashtu, një delegacion nga Shqipëria pritet të shkojë në Bruksel për të dhënë ekspertizën e tyre të vyer në gjeopolitik, demokraci dhe jurisprudencë. Motin nga Shar Mateo, çmimi preshit një rritje të frikshme pas nisjes së sulmeve në Iran dhe ishte e pritshme. Mësohet se anëtarët e pleqësisë së Kasharit po kërkojnë që preshin e njohur të zonës, duhet thënë, ta fusin në trashëgimin botëror të kulinarisë të UNESCO. Të gjithë ranë dakord si rrallë herë dhe kur po beshin gati të pinin dopjen e tretë, dikush u tha: "E dim që preshi Kasharit është nam deri në Shangaj, por ne nuk kemi më presh." Hodhën syt nga arat e mbetura ende pa ndërtim dhe pan tokat djerr. Porosia për dopjen e tretë u kthye pas. Ky ishte një lajm i rëndësishëm. Ndërkohë, Mateo, meqense i ke qef këto gjeopolitiket dhe këto të gjërat që janë më të mëdha se ne, çfarë po bëhet andaj more me këtë Trumpin, me Iranin? Se është një gjë që jo se ka ndonjë rëndësi ta diskutojmë ne ore. Po, duhet sigur jemi të rëndësishëm, sigur jemi pjesë e një gjë më të madhe, kupton? Është rëndësi që do t'i jap njëri vetes në tërësi. O zotri, urdhëro. Tani të lutem se nuk kam asgjë. Çapo ndodh. Ideja është që tani këto po akuzojnë për këtë armë pushimin se e ka bërë siç thuhet në gjuhë letrare Kastile. Unë këtë e bëra Kastile, tha Trumpi. Edhe çoku kishin dalë kështu lajme që jo po në bursë fitoi dikush, nuk e di, kishte luajtur 5 minuta para se ta shpallte këtë, kanë filluar hetime. Janë gjona shumë. Ore, problemi i madh ti je president sot, ore. Nis luftë. Ç'a të bëj ai ziu? Thon ç'a bën pse nisë luftën? E ndalon luftën, pse e ndalove luftën? Kupton, domethënë të merr olla. Ore Bieri, po shkon me Ira ai i thon dale me nga dale. Pastaj mos i bi thon ja pse nuk i bi, se i thësh që do t'i bish. Kështu që është ti je dakord që presidenti Trump duhet merrte një masë të tij për shembull për në këto. Ti mendon se është pikërisht ajo deklarata që thanë ata të Iranit, të tipit që ai po mundohet që të gjejë kohë që të rigrupojë ushtrinë e tij dhe të riorganizohet, apo mendon se Trumpi tani po kupton që lufta me Iranin nuk është një luftë që është në interesin e tij dhe nuk ishte aq e lehtë. Se unë kam përshtypjen, që ai duke vrarë liderat, duke vrarë atë elitën e Iranit, mendonte se do përmbysej sistemi nga brenda. Që nuk ndodhi. Gjë që nuk ndodhi. Jo, besoj se do ta diskutojmë edhe më vonë. Po pikërisht prandaj ngacmojmë njerëzit. Qëndroni në valët e 107.7 dhe Nix Media Official, sepse do të kemi profesor Klet Këlliçin, politolog, që do diskutojmë më gjerë mbi luftën në Iran. Po unë personalisht mendoj çfarë ka çamë. Po pra çfarë? Jo më ka rëndësi. Shiko, unë me vërtet nuk bie dakord me ty, madje çela do mbroj të drejtën tënde deri në fund që të kesh thua atë që mendon gabim në fakt. Tu bëj keq.